duhet ta theksoj ditën e parë të çlirimit të Istokut që e marr 20 qershorin, për shkak se i kemi bërë disa plane se si të hymë në qytet ne. Nuk kemi ditur se kush është i vendosur në një grup i armatosur i serb, apo ka ushtar, apo ka paramilitar, apo nuk se kemi ditur, por është prekur terreni 2-3 ditë përpara dhe kemi vendosur që të hymë në mënyrë të organizuar si ushtri në Istog mëngjesin e 20 qershorit të vitit 1999. Dhe e kemi pasur një flamur kombëtar. E kemi vendosur në balkonin e ndërtesës së komunës dhe kemi dalë sa kemi qenë një 7-8 bashkëluftëtar dhe ajo është ndjenja më e mirë në jetën time që e kom përjetuar kur jam kthyer dhe e kom shikuar flamurin kombëtar në ndërtesën e komunës. Mund të kem çfarëdo pozitë tjetër, ato ndjenja nuk i ka lënë asesi. Është diçka që duhet njeriu ta përjetoj, është diçka që nuk mund të përshkruhet, nuk mund të as të shkruhet, as të thuhet, as të shkruhet, sepse mbi liri nuk ka asgjë. Ne kemi lexuar shumë letërsi e kështu, kemi qenë të edukuar në frymën e atëherë që është thënë frymën e marksizmit për barazinë e gjithë kombeve dhe shteteve, barazinë e gjitha shtresave. Dhe duhet ta them një gjë të Marxit, të Karl Marxit. Ai ka një punim prej 11 tezave për Ludwig Feuerbach, filozof gjerman. Dhe teza që është përmendur më shumti në politikën, në sociologjinë, në praktikën e shumë shteteve, shumë filozofë dhe shumë teoricienët, është teza e 11 e tij për Feuerbach, e cila thot: filozofët e kanë shpjeguar në mënyra të ndryshme botën, por thelbi qëndron që atë ta ndryshosh. Kjo do më thonë shpjegoje ç'është duhesh ti, thelbi i krejt jetës i botës qëndron që ajo të ndryshohet. Dhe kjo është te ne studentët. Studentët, pranvera studentore, studentët rinia, klasa punëtore dhe një pjesë e popullit, ndryshimin e kanë filluar në vitin 1981, ndërsa atë ndryshim e ka përfunduar ushtria shqyrtimtare e Kosovës me luftën për liri të këtij vendi. Kjo është kulmi i gjithë historisë dhe i lëvizjeve tona që i kemi pasur për të drejta, për barazi dhe për liri.